Edhe I thash Erion, je I papar, për momentin je fenomenal, pres për te në sezonin tjetër me bo bum. Edhe fillon pjesa 2, edhe rëzohet. Si këto rastet e zakonshme Erikseni, këto tjera televizive, do të pa pas asnjëherë dhe im të ankesë ose diçka tjetër. Është rëzu në 2 gujt, ka tentu mu qu, këto ishin rastet zakonshme të kur kanë sulme masive në zemër, por me elektriciteti, çrregullimi, domethënë zemra nuk ka pas atak në mbyllje në ndonjë arterie diçka, po vetëm o dridh. Nuk ka qenë gjak në tru, ka u bedia dhe është shlisu në shpinë. Pastaj kanë fillu ata me edhe ndihmën e parë, sidomos kapiteni, ka qenë ushtrime, s'ka pas ambulancë të aty, edhe kanë marrë lojtarë, bashkëlojtarë, 3 herë ja kanë nxjerrë guën, sipas tyre gjithmonë.